Një grup përfaqësuesish të banorëve të lagjës së vjetër Dursake, të prekur nga projekti i tij, kanë kërkuar dhe janë pritur nga përfaqësues ligjor të bashkisë. Pas takimit, ata janë shprehur se nuk ndihen të dakordsuar, pasi projekti nuk ka qenë i saktë dhe se nuk do t'i lëshojnë pronat që u përkasin atyre. Diskutimi që midis nesh dhe përfaqësueses ligjore të bashkisë, qyteri informativ nuk është, sepse sipas tyre sigurisht i kemi sqaruar banorët një nga një, por duhet ta saktësojmë për çështjet e pronësisë. Pra, bashkia po bën një punë të vetën për sqarimin e pronave dhe pronësive të secilit banor, sidomos të atyre të cilët nuk janë njohur. Këto tregojnë që puna e projektit që në fillim nuk ka qenë e saktë, ndaj dhe debati jon ka qenë pikërisht e kjo. VKM-ja e shpronësimit ka pasaktësi dhe parregullsi dhe kjo provon edhe një herë atë që ne kemi thënë që VKM-ja nuk ka qenë e saktë. Nuk e pranojnë faktin që janë ndryshuar destinacionet komuniteteve fetare, megjithëse ne kemi prononcime të tyre që po ka ndryshime. Gjithsesi, me sa duket, përgjegjësia, s'po themi i lihet, por kryesorja është tek Ministria e Kulturës. Ministria e Kulturës, sipas bashkisë, do të vazhdojë, do të sjellë grupin e punës për të evidentuar, për të shikuar edhe një herë të gjitha pronat e projekteve, sidomos projektet pronat tona të pretenduara që janë vënë gabimisht për prishje. Me fjalë që gënjejnë to se janë zgjedhjet e veporin qetësi, t'i harrojnë. Ne këtu na kanë përdit të ma bjen në shtëpi mu me që do të dalin, të vinë ke shtëpia ime, ta shohin se unë s'jam lajmëru, si e kanë matë shtëpinë time, e kanë ngrit me dron, e kanë matë nga jashtë, shtëpia ime me dokumenta unë se leta prishje e para. Atë dokumentin e prishjes e ka sirtara e zonja. Këto janë fjalë të bukura, të urta, që ti thot nën kryetarja, unë në kryetare nuk e konsideroj në kryetare, e konsideroj për të shuar zjarin. Zjarin nuk shuhet, por luajnë me jetën e shtëpive tona. Jemi banor Dursak, ta harrojnë me këto fjalë. Këtu na kam për ditë. Mosdakordësia e banorëve është e ndjeshme. Ata nuk u besojnë premtimeve të bashkisë për të rishikuar situatën që ka krijuar ky projekt.